Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, të dashur shikues. Jemi shumë të lumtur që jemi bashkë edhe sot në këtë program të bukur të Ramazanit. Sot do të flasim për një ngjarje që shumë e rëndësishme në historinë e Islamit, nga cila mund të mësojmë shumë gjëra të bukura dhe të dobishme për jetën tonë. Atëherë, pyetja për ty është: çfarë mësojmë nga lufta e Bedrit? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdrimi i takon vetëm Allahut xhaleshanuhu, ndërsa selami dhe salavatet janë mbi Muhamedin alayhi salam, familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që pasohen rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Një ngjarje për luftën e Bedrit. Lufta e Bedrit është një ngjarje shumë e rëndësishme në Islam. Ajo na mëson se fitoria vjen nga Allahu, edhe kur ne jemi të paktë dhe dukemi të dobët. Në luftën e Bedrit, muslimanët ishin shumë pak në numër se armiku, por kishin besim të madh në Allahun. Ishin të bashkuar, por nuk u dorëzuan për këtë arsye. Allahu u ndihmoi dhe u dha fitoren. Nga kjo luftë mësojmë se nuk duhet të kemi frikë kur jemi në të drejtë. Duhet të kemi besim tek Allahu në çdo situatë. Kur bëjmë mirë dhe jemi të sinqertë, Allahu na ndihmon gjithmonë. Lufta e Bedrit na mëson që të jemi bashkë, të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të mos dorëzohemi kurrë në rrugën e së mirës. Falenderojmë nxënësin për këtë këshillë të bukur dhe të vlerëshme. Mirupafshim në këshillën e radhës. Allahu ua pranoftë agjërimet dhe ju shpërbleft të gjithëve.